odluka mog branjenika i moja je da se on brani ćutanjem, tako da neće iznositi odbranu na pretres. Ještě nám daje jenom do té káru. Lagaj. Po mundum na dhe njerë me tregu pra të drejta procedurale, ju mundin mu deklaru për gjitha çështjet të shqyrtim gjyqësor dhe me shpreh pikpamjet e juja në mbrojtjen e juj. Megjithatë në njëjtën kohë ligji kodit procedurës penale ju mundson juve që edhe me mbrojt neshë dhe mos mu deklaru fare. Avokati tha që jeni konsultu, megjithatë për neve është e nevojshme me marrë edhe pikpamjen prej fjalës juaj. Poštovani sude, kao što je rekao moj advokat, iskoristit ću zakonsko pravo i branit ću se ćutom. Poštovani sudje, i moj branjenik Vladimir Tović će iskoristiti zakonsko pravo da ne daje odbranu nakon savjetovanja samom kao njegovim branjenicima. Hvala. Vladimir? Mëse që më dëgjove dhe më thonë me drejta që ki në procedurë, po edhe të njëjtën kohë edhe me çështje që mundeni me u mbrojt neshjet, që është shëndrimi ju, e tha avokati, por është e nevojshme me marrë edhe pikpamjen e juaj. Ja se slažem sa svojim advokatom i iskoristit ću svoje zakonsko pravo da se branim ćutom. Evdire? Poštovani sude, Dušan Maksimović će iznositi svoju odbranu pred sudom. Međutim, mi za danas to ne možemo da uradimo jer Dušan nije mogao da se upozna sa spiscima predmeta kao što smo juče naveli. Stoga predlažem da se neko omogući da video materijal pregledamo u prostorijama pritvornog centra, a da se na sledeći blok suđenja izjasni i da svoj odbranu. A jak një hapësirë pak të Dušanit deri te mikrofoni në mënyrë që të marrëm atë deklarimin e tij. Poštovani sude, slažem se sa predlogom moje odbrane. Mislim da je neophodno da se upozna sa video snimcima i zaštitnim ostalim stavljenim. Tako da se izjasnim nekom drugom toku. Hvala. Tu gjykus me rakënde. Aprovohet propozimi i avokatës Jovana Filipović. Që seanca sot është të ndërpritet. Dhe se mbrojtja e të akuzuarit Dushan të jipet në një datë tjetër, pasi që paraprakisht mbrojtja ka nevojë që të ketë konsultime më të zgjeruara me të akuzuarin në mënyrë që të japë mbrojtjen e tij. Seancat e radhës caktuar në 3 data, ku na pretendojmë që se gjithçka shkon planifikim, sipas planifikimit dhe me përmbyll këtë proces gjyqësor. Me datën 18/03/2026 në orën 9:30 do të vazhdojmë me mbrojtjen e pandyerit Dushan, ndërsa me datën që të jeni të gatshëm paraprakisht me datën 15 prill 2026 dhe datën 20 prill 2026 do t'i jepet fjala përfundimtare. Meqense rasti është voluminöz, ju paralajmërojmë paraprakisht që fjalën përfundimtare të gjithë ta paraqitni në formë të shkruar, ndërsa do të keni një periudhë kohore, obligë se marrin të mësh që do ta diskutojmë rreth 1 orë gjys, secili veç e veç, për të bërë përmbledhjen e asaj fjale përfundimtare që na vlerësojmë që
orientimisht mund të jetë e mjaftueshme. A keni në vrejtje ose diçka? Shtor edhe një herë në prill, çfarë dati? Me datën 15 prill dhe datën 20 prill. 15 dhe 20. Po, në ora 9:30, pra me datën 18 mars do të vazhdojmë me mbrojtjen e të akuzumit Dushan. Dushana paraprakisht i ndërmarrën veprimet që jo me pas kontakti me avokatën. Në njëjtën kohë me datën 15 prill dhe me datën 20 prill do të vazhdojmë me fjalë përfundimtare të palëve, në ide që ta përmbyllim këtë proces gjyqësor. Po ashtu edhe një herë, a do është avokate po natyrë? Možda ste rekli, ali nisam čula, je li u 9:30 ujutro? Po. Dhe gjithë ditën pasaj. Pra dhe njerë, po e përsëris, për mbrojtësit, mënyrë që pëse po vlerësoj që procedurë bali derit për kthejet mundet me marrë pak kohë, po megjithatë po ju njoftoj në seancë, çdo provë që ju vlerësoni që lidhet me të pandehurit e juaj dhe që ju vlerësoni që nuk e keni, deri me datën 30 mars na përsjellni përmes emailit neve dhe prokurorisë dhe na i ndërmarrim gjitha veprimet që më falni deri me 28 shkurt në fakt. Në fakt për 10 ditë. Ashtu do që të vlerësoni, po i keni 10 ditë në dispozicion, po besoj që janë të mjaftueshme. A janë të mjaftueshme avokat? Në 10 ditë me përcjell avokate? Edhe avokati Lubomir rregull është mbrana 10 ditë. Orientimisht. Okej. Atë mbrana 10 ditë i përcjellni çdo pretendim tuaj që vlerësoni që ndonjë provë nuk e keni shkresat të lëndës, por po eri përsëris edhe për juve, por edhe të pranishmet që lidhet me të pandehurit prezent dhe me objektin e akt akuzës që ne i kemi në qytet. Nëse ju nuk keni diçka tjetër, ne i ndërmarrim gjitha veprimet procedurale, ndërsa shihemi me datat për pas. Mirupafshim.